بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet I takojnë Allahut Azza wa Jalla, të falenderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. I kërkojmë Allahut Azza wa Jalla të na ruajë nga keqja e vetëve tona dhe punëve tona. Dhe dëshmojmë të deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut Azza wa Jalla dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij sallallahu alaihi wasallam në vijim. Gjithashtu harruam që të themi që ka udhëzon Allahu Azza wa Jalla, nuk ka kush e humb atë dhe kush zgjedh për veten e tij humbje, nuk ka kush e udhëzon atë përveç Allahut Azza wa Jalla. Dëshmojmë të deklarojmë se nuk ka të adhuruar tjetër më drejt përveç Allahut Azza wa Jalla dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij sallallahu alaihi wasallam. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jalla, I cili na mundsoi që të ribashkohemi pra në mësimdhënien. Dhe si që dim, normalisht tema më cilën është libri Sharh Umdatul, shpjegimi I librit Taysirul Alam Sharh Umdatul Ahkam li Sheikh Abdul Ghani al-Maqdisi me shpjegimin e Abdullah al-Bassam, Allahu I mëshiroft të dy. Temat të cilën kemi ndaluar në mësimin e fundit ka qenë namazi, ku u përfundua I gjithë temat rreth tij. Sot me ndihmën e Allahut Azza wa Jalla do të jetë libri I zakatit. Libri I zakatit. Bashkarisht do të lexojmë në këtë libër shumë të rëndësishëm dhe me këtë rregull I cili është shtylla e pestë prej shtyllave të pesta të Islamit, I cili është zakati, dhënia e saj, gjykimi I saj, vlerat e saj. Kush nxirret zakat, sa është forma e saj, hadithet të cilët lidhen me këtë temë. Hadithet dhe gjithashtu kush e merr dhe kush e ka për hak që ta marrë zakatin. Dhe siç dihet, ulemat e kësaj fushë të jurisprudencës fetare, nga kujdesi që kanë për këtë, I kanë dhënë shpjegim gjithçkaje. Dhe fillojnë që me zakatin në gjuhën arabe. Çfarë kuptimi ka fjala zakat? Ajo libri I zakat. Zakati në gjuhën arabe do të thotë rritje dhe pastrim. Shtohet dhe pastrohet. Shtohet pasuria me cilën ne e kemi kur e nxjerrim atë për hir të Allahut Azza wa Jall, dhe gjithashtu pastrohet ajo pasuri. Ka kuptimin e shtimit dhe të pastrimit. Kurse në terminologjinë fetare është një e drejtë e detyrueshme në një pasuri të caktuar. Është një e drejtë e detyrueshme në një pasuri të caktuar, si bagtia, ajo që del nga toka, prodhimi, ari I cili nuk kupton floririn, dhe argjendi I cili nuk kupton sermin, si dhe mallrat e tregtisë. Këto janë kategoritë për kë dhe ku shkojnë, atëherë është atë kategori që janë të caktuar në surën Tobe, ku I ka përmendur Allahu Azza wa Jall, ku thotë se ata të cilët e meritojnë marrjen e zakatit janë fukaret. Ai fukara I cili nuk ka pasuri dhe nuk I del, nuk ka pasuri, nuk ka mjaftueshmëri në jetën e tij. I dyti janë miskinët. Miskini është ajo kategori ose ai kategori I cili ka pak, por nuk I mjafton. E treta janë ata të cilët angazhohen në grumbullimin e zakatit. Persona të cilët angazhohen në grumbullimin e zakatit, e kjo normalisht nën kupton atë shtet I cili hecën me rregulla fetare, ku dalin dhe kërkojnë zakatin, mbledhin zakatin e njerëzve edhe e çojnë atë aty ku duhet.
Katërta janë ata të cilët janë sapo hyrë në Islam dhe ja japim atyre për t'ia zbutur zemrën dhe për t'i afruar ata në fenë e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo kategori pra i lejohet që t'ia dërgojmë atyne. E pesta ja japim atyre personave që janë të robëruar, i lirojmë nga robëria. E gjashta janë ato persona të cilët janë në borxhe dhe s'munden që t'i lajnë ato borxhe vetë. E shtata, ata persona të cilët pra kanë dalë në rrugën e Allahut Azza wa Jall, që janë dy kategori, ajo kategori që del për të kërkuar diturinë e Allahut Azza wa Jall për t'u bërë të ditur dhe me dituri të mësojnë të tjerët, dhe dyta ata të cilët luftojnë në rrugën e Allahut Azza wa Jall në atë xhihad i cili është sipas Kuranit, sipas sunetit dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe teta është ajo kategori e cila ato njerëz që udhtojnë dhe mbaron pasurinë në udhtim dhe ngelin në një vend prej vendeve dhe nuk mund të kthehen në vend banimin e tyre. Atëherë ato ndihmohen nga zakati dhe për të rikthyer në vend banimin e tyre. Pra tham se zakati jepet për një kategori të caktuar, që janë 8 kategoritë që sapo i përmendëm dhe Allahu i ka përshkruar ato në surën Tawbe. Kjo bëhet në një kohë të caktuar, që është plotësimi i vitit Hijri. Pra, mbasi është mbledhur pasuria e përcaktuar sipas asaj që thamë më lart. Pra, e kemi këtë lloj pasurie. Atëherë fillon dhe hyn pra muaj i parë, muaj i dytë, muaj i tretë, muaj i katërt, derisa të plotësohet një vit Hijri dhe pasuria që kemi është brenda detyrimit për t'u dhënë zakat. Është brenda detyrimit për t'u dhënë zakat. Dhe kjo është kur plotësohet një vit Hijri. Një vit Hijri pra hënor. Për pasuritë që nuk janë prodhime bujësore. Pra vazhdon akoma për kufizimi që thamë që zakati është një drejtë e detyrueshme të një pasurie të caktuar, si baktia, ajo që del nga toka, nga ari, nga argjendi dhe në mallrat e tradhtisë jepet për atë kategori të përcaktuar. Kjo bëhet në një kohë të caktuar, i cili është plotësimi i vitit Hijri, pra 12 muaj, për pasuritë që nuk janë prodhime bujësore, ndërsa për prodhimet bujësore, koha e nxjerrjes së tyre është koha e detyrimit të zakatit. Pra, kur ajo piqet, atëherë ka hyrë koha për ta nxjerrur atë lloj pasurie nga rrushi i thatë ose nga hurmat. Është quajtur zakat në shariatin për shkak të përputhjes me kuptimin gjuhësor, sepse në të ka zhvillim të pasurisë, pastrim të saj dhe pastrim të pronarit të saj. Ai, pra, zakati, është një nga shtyllat e fesë. Detyrimi i tij është i vërtetuar me librin e Allahut Azza wa Jall dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe po ashtu në konsensusin e shumicës së dietarëve, si dhe me analogjinë e saktë, pra kiasi me analogjinë e saktë. Kushtet e detyrimit të tij janë pra që kush e nxjerr zakatin, kush e ka detyrë dhe sa kushte ka, atëherë kushti i parë është që njeriu të jetë musliman. Pra nuk është detyrim për ju besimtarin, edhe pse ai do të merret në përgjegjësi për të në botën tjetër dhe dënohet për lënien e tij. Kushti i dytë, zotërimi i nisabit, pra pragu minimal. Që sqarimi i kësaj gjë do të vijë inshallah taala në kohën e vet, në çastin e vet kur të lexojmë hadithin që është i posaçëm për të. Pra e para është Islami ti jesh musliman. E dyta, të zotrosh nisabin. Tu ke filluar pra. Kur zotron nisabin, pra është ajo kuotë e cila na e bën të detyrueshme për të nxjerrë zakatin dhe në të fillon muaji pra i parë derisa të përmbushen 12 muaj dhe kjo kuotë nuk lëviz nga
kuota e nisabit. Nëse nuk lëviz nga kuota e nisabit, atëherë vazhdon numërimi pra të jetë i saktë. E nëse diçka për të sqaruar këtu, bie kuota e nisabit, nëse bie kuota e nisabit, po themi në muajin e 5, atëherë aty thon ulemat, ndërpritet dhe rifillon numërimi i muajve në momentin që e mbush prap kuotën e nisabit. Pra kuotën për të nxjerrë zakatin. Po themi nëse zakati përafërsisht tani është, po themi 5 milion lek vjetra. Atëherë dhe është muaji Ramazan. Atëherë fillon dhe muaji i parë hënor që ne kur t'i përmbushim 12 muaj me këtë kuotë, edhe nëse shtohet, atëherë nxjerrim 2.5% asaj pasurie që ne kemi. Dhe themi iku muaj parë, i dyti, i treti, i katërti, i pesti. Tek i pesti na bie kjo kuotë. Nga 5 milion na bie, po themi 3 milion. Atëherë këtu ndalohet numërimi i nisabit, pra i zakatit, dhe këtu rifillon përsëri në çastin që pasuria jon përmbush prap kuotën e duhur, e cila pra është 5 milion sikurse e përmendëm më përpara. Po themi në muajin e 6 të numërimit parë, por ky i bie 1 tani në këtë çast, sepse neve na u ndërpre kuota, na u ndërpre numërimi nga ulja e kuotës së pasurisë. Dhe kur kuota e pasurisë na shkon prap në kufirin që duhet, që është 5 milion, sikurse e morëm si shembull, atëherë fillon prap 1, 2, 3, 4, 5, dhe kur të mbushet 12 muaj, atëherë nxjerrim 2.5% ose 1/4 e asaj pasurie. Pra, e dyta ishte zotrimi i nisabit, pra pragu minimal. E treta, kusht, është që kjo pasuri duhet i kalojë asaj 12 muaj, pra 1 vit muaj hënor. Përveç atij që del nga toka, siç e tham, pasi detyrimi i tij lidhet me kohën e prodhimit, siç u përmend më lart. Pra, siç u përmend më lart. Tham që për atë që prodhon toka, në çastin që ajo prodhohet dhe hyn koha e pjekjes, në çastin që ne e vjelim, nxjerrim direkt pasurinë e asaj për 2.5%. Zakati është prej mirësive. Zakati është prej mirësive të Islamit, i cili ka ardhur me barazi, mëshirë dhe dhemshuri dhe solidaritet. Pra zakati është prej mirësive të Allahut Azza wa Jall, pra ai ka ardhur me barazi, ka ardhur me mëshirë, ka ardhur me dhemshuri dhe solidaritet, duke prerë rënjet e çdo të keqeje që kërcënon virtytet, sigurinë dhe mirëqenien, si dhe çdo gjë që prish themelët e jetës së kësaj bote dhe të botës tjetër. Allahu i lartësuar e ka bërë atë pastrim për poseduesin e tij nga veset e kooperacisë, zhvillim material dhe shpirtëror, si dhe barazi mes krijesave të tij në atë që u ka dhënë prej pasurisë. Ai është gjithashtu ndihmë nga të pasurit për vëllezërit e tyre të varfër, të cilët nuk kanë mundësi të sigurojnë jetesën e tyre dhe nuk kanë pasuri e as fuqi për të punuar. Ai ka dhënë nga mirësia e tij dhe se kjo është më mirë për ta, përkundrazi, kjo është më keq për ta. Ajo me çka u treguan koprac do të mbështillet rreth qafës së tyre në ditën e gjykimit, në ditën e Kiametit. Sura Ali Imran, ajeti 180. Gjithashtu vjen në Sahihun e Buhariut se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: atij që Allahu i ka dhënë pasuri e ai nuk e jep zakatin e saj,
ajo do të shndrohet në ditën e Kiametit si një diçka pra vështirësi e cila do të mbështillet rreth qafës së tij në ditën e Kiametit, e pastaj ajo do t'i bëhet vështirësi dhe do ta mbys atë. Dhe do t'i thotë, pra do të flasi kjo lloj vepre, do i thotë unë jam pasuria jote, unë jam thesari yt. Pra, Allahu na ruaj nga kjo kategori të cilët e kanë mundësinë dhe nuk e nxjerrin zakatin e saj. Zakati, pra vazhdon Sheikh Abdullah al-Bassam duke folur rreth vlerave dhe rregullave të zakatit, thotë se zakati është përmendur në shumë tekste dhe është kërcënuar për mosdhënien e tij me dënim të rëndë. Prej kësaj është fjala e Allahut të lartësuar dhe ata që bëjnë kooperaci me atë që Allahu ka dhënë nga mirësia e tij, mos mendojnë se është mirë për ta, përkundrazi, ajo është e keqe për ta dhe në ditën e gjykimit pra do t'i bëhet si pengesë për këta njerëz. Pra siç e tham dhe më lart se vlera e kësaj vepre është madhështore tek Allahu Azza wa Jall, prandaj dhe e kam përmendur se kjo është prej mirësive të Islamit, se ajo vjen me solidaritet, me bashkim, vjen me mëshirë, vjen me afërmitet, prandaj kjo pret çdo rrugë keqe, çdo rrugë largimi. Kjo vepër afron tek qetësia, tek siguria, vjen tek furnizimi që bëhet personi i cili është në ngushticë. Prandaj pra, këto janë vlerat e Islamit dhe ne duhet që ti veprojmë ata dhe mos t'i lejmë pa vepruar. Për këtë Imami Abdul Ghani al-Maqdisi ka përmendur për këtë temë hadithin me numër 166. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم. Pra, si që tham, hadithi i cili transmetohet nga Abdullah ibn Abbasin, Allahu qoftë i kënaqur me të dy sahabit, i cili ka thënë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, kur e dërgoi i dërguari i Zotit Muadh ibn Jabelin në Yemen, i tha: ti po shkon të një popull nga ehlu kitab, pra atyre ju është dërguar libër prej Allahut azza wa jall. Dhe le të jetë gjëja e parë që i thërret kushti i parë, dëshmia se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Dhe nëse ata të bindën për këtë, atëherë njoftoi se Allahu u ka bërë detyrë 5 namaze në çdo ditë dhe natë, pra rreth ditës dhe natës 5 kohë namaz. Nëse të bindën për këtë, atëherë njoftoi se Allahu u ka bërë atyre detyrë zakatin, që merret nga të pasurit e tyre dhe u jepet të varfërve të tyre. Nëse të bindën për këtë, atëherë ruhu dhe ki kujdes mos të marrësh nga pasuritë e më të mira të tyre, por friksohu lutjes së të shtyburit, sepse mes asaj dhe Allahut nuk ka pengesë. Transmeton Imam Bukhari dhe Imam Muslim. Kuptimi i përgjithshëm i këtij hadithi, thot Sheikh Abdullah al-Bassam, Allahu mëshiroft, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgon Muadhin
në Yemen si thirrës, pra mësues, thirrës dhe gjykatës për këtë popull. Ai I sqaroi metodën e thirrjes dhe urtësinë e drejtësisë. Pra, ka këtu përfitojmë se nëse dikush do të shkoj diku apo tek dikush për ta këshilluar, atëherë personi duhet që të jetë I informuar me personin që ka përpara. Dhe po ashtu, personi që e merr përsipër për ta sqaruar këtë çështje, për të folë rreth kësaj çështje, duhet që të ketë dituri. Duhet që të ketë cilësi të cilat pra, sikurse e zgjodhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si cilësitë e Muadhit, thirrës, mësues dhe gjykatës. Pra, I sqaroi metodën e thirrjes dhe urtësinë e saj. Së pari ai informoi për gjendjen e atyre tek të cilët po shkonte, sepse çdo popull ka mënyrën, natyrën dhe gabimet e veta. Pra njerëzit nuk janë të njëjtë. Grupacionet nuk janë të njëjtë. Njerëzit ndryshojnë. Prandaj dhe njeriu nuk duhet të jetë, pra personi që duhet të flasë për fenë e Zotit, duhet të jetë me dituri, por nuk duhet që të flasë njësoj si tek të gjithë njerëzit. Njerëzit ndryshojnë, gabimet janë të njëjta. Prandaj duhet që të mësojmë sa më shumë fenë Allahut azza wa jall. Ai I dërguari I Allahut e njoftoi se ata janë prej atyre popujve që Allahu I ka dërguar libra, fletushka, pra kanë dije dhe argumente me të cilët debatojnë. Prandaj duhet I trajtoj sipas gjendjes së tyre dhe t'i tharras ata gradualisht tek feja e Allahut azza wa jall. Dhe këtu gjithashtu përfitohet se thirrsi duhet të ketë cilësitë e Muadhit, të jetë I ditur, të jetë I përmbajtur, të jetë I duruar, ta di se me kë ka të bëj ky person. Pra fillimisht I tharras në dëshminë që është shahadeti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sepse ato janë themeli mbi të cilin ndërtohet çdo gjë tjetër. Adhurimet nuk janë të vlefshme pa to, derisa ta pranojnë me zemër dhe me bindje të plotë. Nëse I bindën për këtë, atëherë t'i tharras në namazet e detyrueshme, të cilat janë shtylla më e rëndësishme e fesë pas shahadetit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pra, duhet që njeriu të tharras tek feja e Allahut azza wa jall me gradualitet dhe me shkallë dhe të filloj me çështjet më të rëndësishme. Fillon me çështjen më të rëndësishme e cila është shahadeti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pastaj nëse ata e kuptojnë dhe bindën dhe e veprojnë, atëherë I dërguari I Zotit I thotë që shko tek e dyta e cila është pra ti mësosh ata për namazin dhe se ato janë 5 kohë. Por jo të gjitha për një herësh, por gradualisht pjesë. Dhe ku duhet filloj thirrsi? Duhet filloj ke çështjet më të rëndësishme dhe jo tek çështjet të cilat mund të jenë më pak të rëndësishme ose dytësore. Pas namazit tu shpjegoj detyrimin e zekatit, I cili është adhurim financiar dhe ka për qëllim, pra siç e tham, afrimitetin, solidaritetin shoqëror mes muslimanëve. Ai merret nga të pasurit dhe u jepet të varfërve. Pastaj I sqaroi të drejtën në këtë çështje dhe e paralajmëroi që të mos marrë pasuritë më të mira të njerëzve si zakat. Pra mos marrë atë pasurinë më të mirë që ka besimtari, por se të marrë tek ajo pasuri e cila është mesatarja e saj, jo nga ajo e cila është e dobët fare, por merr nga ajo që është mesatare si cilësi. Sepse zakati është I bazuar në drejtësi dhe në lehtësim. Gjithashtu e paralajmëroi nga lutja e të shtypurit, pra ai I cili I bëhet pa drejtësi, mos merr nga pasuria e tij më e mirë, por merr nga ajo pasuri e cila është e mesme, sepse ajo pra duaja
e të shtypur të është e pranuar dhe nuk ka pengesë mes saj dhe Allahut të lartësuar. Prandaj, kjo është kuptimi i parë i hadithit, të kemi kujdes sepse ky hadith madhështor përmban shumë rregulla të cilat lidhen me jetesën tonë si besimtar, qofshim në studenta, qofshim thirrsa, pra njerëzit duhet të dinë atë vlerën e vet, duhet të dinë ku e kanë kufirin e vet dhe të ndalojnë tek kufiri që i takon. Thirrsi ka atë gradën e vet dhe ka punën e vet, kurse xhamati ka atë gradën e vet dhe punën e vet. Nuk duhet që të ngatërrohen këto dy pozicione, pra thirrsi duhet ketë atë të vetën dhe nuk duhet hyj xhamati në punët e thirrsit dhe të bëhet sikur ky të jetë profesori i atij i cili pra i quan profesor. Prandaj, le të kemi kujdes sepse nëse e ndryshojmë këtë lloj rregulli, atëherë kjo nuk sjell vetëm se fitnë, përçarje, dobësi në mesin tonë. Çfarë përfitohet nga ky hadith madhështor? E para, fjalët dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam se ti do të shkosh te një popull prej thtarëve të librit. Kjo është një përgatitje dhe orientim për thirrsin që të jetë i vëmendshëm në thirrjen e tij, sepse i tharët e librit kanë dije dhe nuk u drejtohet siç u drejtohesh atyre të cilëve pranë ignorant prej udhëtarëve. Pra, pa diskutim, siç e thamë më lart, që duhet të jemi pra të kujdesshëm me njerëzit që kemi përballë, të ftojmë ata tek feja e Allahut azza wa xal me dituri, me butësi, me argumenta dhe jo me ashpërsi dhe jo pra me një gjuhë arrogante. E dyta, përgatitja me argumente dhe dije për të përballur me kundërshtarët e fesë dhe për t'u përgjigjur dyshimeve të tyre të kolla. Pra, delsi detyrë që duhet ti përvishemi fesë Allahut azza wa xal, ta mësojmë fenë e Zotit ashtu siç duhet, të mësojmë sa më shumë argumente, të dëgjojmë fjalët e dietarëve, mos të marrim kot dhe të hyjmë në çështje që s'na takojnë, mos të futemi aty ku nuk na takon dhe prishim punë, pra të ecim sikurse kanë ecur të parat tanë, ashtu sikurse na mëson ky hadith, dhe nëse ne qëndrojmë në këto kufi, atëherë kemi për të qenë gjithmonë në mirësi dhe kemi për të pasur bereqet në rrugën tonë. E treta, mësimi i mënyrës së mirë të thirrjes tek Allahu. Në mënyrë që thirrjet bëhet me urtësi. Që ta arrish pra një thirrje me urtësi, duhet gjesh mënyrën më të mirë, tek që t'u shkosh njerëzve në mënyrën më të mirë dhe me urtësinë e duhur. E katërta që përfitohet është se thirrja tek Allahu azza wa xal duhet të bëhet sipas gjendjes së njerëzve. Fillohet nga më të rëndësishmet dhe pastaj vijnë me radhë gjërat. Pika vijuese është gjëja më e rëndësishme në fenë tonë është tauhidi, i cili është veçimi i Allahut pranë adhurim, sepse është baza që pa të nuk vlen adhurimet tona. Prandaj thirrja duhet fillojë me tauhidin dhe me besimin tek Allahu azza wa xal. Nëse fillohet kështu, atëherë hajër dhe bereqet kemi për të pasur. Pika vijuese e gjashta është se 5 namazet janë në rend të dytë sepse ato janë shtylla e fesë së Allahut azza wa xal e dytë mbas tauhidit. Pika 7 është zakati vjen në rendin e tretë. E treta shtyllë pra islamit është zakati. E teta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk përmendi më shumë se 3 shtylla në këtë hadith, dhe pse Muadhi u dërgua pas obligimit të agjerimit dhe haxhit. Pra kur i dërguari Allahut e ka dërguar Muadhin në Yemen, Allahu i kishte obliguar besimtarëve edhe agjerimin edhe haxhin. Dietarët e kanë sqaruar këtë duke thënë se fjala e Allahut nëse pendohen, falin namazin dhe japin zakatin, atëherë lërini në rrugën e tyre. Tobe, ajeti 5, është nga një sure që zbriti pas obligimit të agjerimit dhe haxhit. Kështu hadithi përputhet me këtë tekst
dhe me unanimitet se shtyllat e Islamit janë 5. Pra duke marrë 3 kushtet e hadithit dhe 2 kushtet që përmend fjala e Allahut Azza wa Jall, atëherë ato bëhen 5. E pika vijuese që përfitohet është nuk kalon thirrsi nga një thirrje në një tjetër derisa të bëhet e qartë e para. Nëse personi që ke përpara apo grupi që ka përpara ka disa gabime ose ka nevoja për t'ju sqaruar, atëherë ne nuk shkëputemi nga e para shkojmë tek e dyta. Pra ne duhet që ti japim rëndësi gjës më kryesore. Sikurse veproi pra Muadhi ibn Xhabeli me këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith që i tha thriti ata tek fjala la ilaha illallah dhe pastaj shko tek namazi nëse ata kanë të qartë pjesën e parë la ilaha illallah të mësoj atyre dhe namazit. Kështu duhet dhe ne të sillemi me njerëzit që kemi përballë nesh. E 10-ta, zakati është formë solidariteti sepse merret nga të pasurit dhe u jepet të varfërve. Pika 11 që përfitohet nuk lejohet që mbledhësi i zakatit të marrë nga pasuria e më e mirë që ka njeriu, por merr nga e mesmja e tij, përveç nëse pronari i jep me dëshirë dhe pa detyrim. Atëherë është në rregull dhe ka shpërblim për këtë. Pika vijuese është ai që ka autoritet duhet të ketë frikë nga padrejtësia. Duhet të ketë frikë nga padrejtësia ndaj njerëzve, sepse kjo bëhet shkak që lutjet kundër tij të pranohen. Allahu është më i drejti dhe më i urtë i gjykuzve, dhe hadithi është dëshmi për rëndësinë e shmangjes së padrejtësisë. Pika 13 që përfitohet nga hadithi është se legitimiteti i dërgimit të përfaqësuesit për mbledhjen e zakatit është se përgjegjësia bie mbi sudimtarin ose përgjegjësin ose përfaqësuesin e tij. Pra, atë nuk mund ta mbledh kushdo, por e mbledh ai person i cili pra përcaktohet nga prisi dhe mbledh pasurinë atyre njerëzve dhe u shpërndan tek njerëzit në nevojë. Pika vijuese e 14 mjaftueshmëria me 5 namazet. Pra, shtylla dhe detyrimi që kemi tek Allahu Azza wa Jall është pra 5 kohët. Dhe këtu del qartësi se sikurse e kanë përmendur disa se vitri nuk është vajxhib si 5 kohët, por se argumenti bazohet vetëm në 5 namazet e obligueshme. Pika vijuese, lejimi i dhënies së zakatit vetëm për një kategori. Pra lejohet që zakati që ti ke për të nxjerrur ti jepet vetëm një kategorie. Nuk do të thotë kjo që ti duhet gjesh 8 lloje njerëzish dhe ta shpërndarësh zakatin tënd tek këto të 8. Por nëse ti gjen një kategori prej 8 kategorive të përmendura, atëherë e jep zakatin tënd. E 15-ta thënia të varfërve të tyre. Pra hadithi përmend në e merr dhe e jep të varfërve prej besimtarve. Nga kjo është argumentuar ndalimi i transmetimit të zakatit nga një vend në një vend tjetër. Pra, megjithatë mendimi i saktë është se transferimi i tij lejohet nëse ka një interes, si për shembull, nëse në vendin tjetër ka të varfër që janë më në nevojë, ose nëse zakati shkon për ndihmë në xhihad në luftë për hir të Allahut, ose për kërkimin e diturisë, e dijes, arsimit, atëherë gjithashtu zakati mund të transferohet nëse personi ka të afërm familjar në një vend tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgonte punonësit e tij për të mbledhur zakatin dhe e sillnin atë në Medinë për ta shpërndar atë aty pra në Medinë. Ky është një nga transmetimet nga Imam Ahmedi, Allahu mëshiroft, dhe ky është mendimi më i saktë në mëdhëbin e tij. Pra, ky është ai që veprohet më së shumti sepse është më afër hadithit të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, sikurse veproi Muadhi ibn Xhabeli kur shkoi në Yemen. Pra, nëse pyetemi
se a bën që të nxjerrim zakatin që kemi neve në vendin tonë në një vend tjetër, po bën që ta nxjerrësh atje, ta transferosh atje, nëse atje ka më nevojë për ndihmën tonë. E fundit, dobësimi ose mendimi i dobët për ndalimin e transferimit të zakatit. Kjo, siç e tham, pra, nuk është e saktë, por se lejohet që ta transferojmë, dhe është fakti se individët e specifikuar në rregullat e përgjithshme të shariatit nuk konsiderohen si kufizim absolut. Pra, drejtimi i fjalës ndaj tyre ka ndodhur sepse ata ishin të pranishëm të parë në atë kohë, dhe ky gjykim nuk është vetëm për këta, por është për çdo kohë. Pra, nëse kjo ka ndodhur në kohën e dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, me ato popull që ishin atje, atëherë ky është shembulli për ne që ne ndjekim traditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikurse kanë vepruar sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, dhe e veprojmë atë në çdo kohë që ne jemi dhe jetojmë. Pra nëse nxjerrja e zakatit ton është më e nevojshme në një qytet tjetër apo një shtet tjetër, atëherë e marrim dhe e çojmë atje dhe që të përfitojnë njerëzit për saj, Kjo për sa i përket kësaj teme, dhe ky është hadithi me të cilin pra kishim përgatitur për sonde. Lutim Allahun azza wa jall që të ketë qenë kjo një kohë e dobishme për gjithë ne, të jetë një përkujtim për gjithë ne, gjithashtu të bëhet shkak për të mësuar rëndësinë e kërkimit të diturisë, gjithashtu të bëhet shkak që të mësojmë një diçka të re në fen ton dhe në diturinë ton, e pa diskutim që kjo të na nxjis për të mësuar sa më shumë, sepse sa më shumë që njeriu mëson nga dituria, nga feja e Allahut azza wa jall, aq më shumë kupton se sa i paditur ka qenë dhe sa në errësirë ka qenë. Prandaj, Allahu ja shpërblet të mira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, dhe inshallah në takimin e ardhshëm.